Situatë tensioni është regjistruar në pikën kufitare të Qafthanës, ku për disa orë me radhë autoritetet doganore bllokuan kalimin e një kamioni me pullumba garues që ishte nisur drejt Serbisë për të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Përfaqësues shoqatës pullumbave garues dhe anëtarë të saj kundërshtuan vendimin, duke pretenduar se ndalimi nuk kishte bazë ligjore dhe po pengonte padrejtësisht pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet. Plumbat nuk kanë lidhje me Komitetin Olimpik. Nuk ka ligj që ta lidhi Plumin me Komitetin Olimpik. Ne kena kalu doganat pa na thonë kush gjë. Ne qofse jena me dokumentat gabum, kena problem me doganën që na pret. Ne marrim unaza nga Federata Internacionale Kolumbofile, marrim qipat, gjitha gjanat organizimit i kemi ndërkombëtare. Unë nuk e kuptoj se pse duhet të regjistrojmë një koksh ose të nalim nga autoritetet shqiptare në dogan. Është e parësyeshme, e palogjikshme, nuk e dim se çfarë kërkon, pse duhet të regjistrojnë. Ne jemi në një federatë internacionale. Ne jemi pullumbaxhin, ne nuk kemi dallaveraxhin. Ne harxojmë paret e fëmijëve që janë emigracion. Pas disa orësh diskutime e negociata me autoritetet dogana reflektoi duke lejuar kalimin e kamionit me pullumba drejt Serbisë. Përfaqësues shoqatës cilësuan vendimin si një zgjidhje të drejtë, ndërsa thanë se pjesëmarrja në këto gara përfaqëson jo vetëm pasionin për sportin e pullumbave garues, por edhe përfaqësimin e Shqipërisë në aktivitete ndërkombëtare. Pas diskutimeve dhe reflektimin nga autoritetet doganore i Qafthanës, tashmë kamioni arritur që të kalojë doganën e Qafthanës dhe siç e shikojmë, kamioni po bëhet gati, letrat po shikojnë dhe po shqyrtojnë më së miri. Ne kemi marrë okay nga dogana që jemi në rregull, në bazë të ligjeve doganore të shtetit shqiptar. U vërtetua që dokumentacioni i shoqatës tonë, pullumbat e postës 2003, ishte në rregull dhe ka qenë në rregull tërkohës dhe shpresojmë që dhe në të ardhmen mos të kemi problematika të këtilla. Sporti pullumbave garues është një aktivitet tradicional që zhvillohet në shumë vende të Europës e bazohet në aftësinë orientuese dhe shpejtësinë e pullumbave në gara në distanca të gjata.